Është tashmë gati projekti për ngritjen e mauzoleumit të nënës mbretëresh, në vendin ku varri monumental ka qenë dikur, por ku sot kanë mbetur vetëm rënojat. Drejtori i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Apollon Baçe, pohon se është përfunduar projekti dhe së shpejti pritet të fillojnë punimet për ngritjen e mauzoleumit të nënës mbretëresh, ku përveç saj do të prehen edhe eshtrat e princeshave, së bashku me pjesëtarët e tjerë të familjes mbretërore shqiptare që nuk jetojnë më. Mendohet që do sillen eshtrat e mbretërit të Zogët, cili padyshim ka edhe të mirët edhe hijet dritat e tij në lidhje me shtetin shqiptar, mund të jetë do thotë një nga i pari që konsolidoi këtë shtet që bërë tamam të themi, edhe unë nuk e shoh me bardhëzi këtë gjë dhe do ishte një mauzoleum i cili u shkatërrua nga komunistët, apo ribëhet, do bëhet ajo që ka qenë nënës mbretëresh. Është konceptuar tamam një tillë si ka qenë me ato dimensione pak a shumë, vetëm se në vend të vetëm nënës mbretëresh do thotë që quhet, do jetë edhe eshtrat e Zogut edhe të familjes së tij. Ngritja e mauzoleumit për nënën mbretëresh ka qenë një nga kërkesat me përparësi të madhe që kryeministri Berisha ka pasur ndaj ministrave të tij në mbledhjen më të fundit të Komitetit Shtetëror për festimet e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Shefi i qeverisë ka kërkuar që urgjentisht të përgatitet projekti dhe të zhvillohet tenderi për të ngritur mauzoleumin e nënës mbretëresh në kryeqytet dhe për t'i kthyer në vend nderin që i takon familjes mbretërore.